Të dashur miq, përshëndetje. Sot na ka thirrë Gjeri mysafir. E na shqiptarët nuk bën me shku kërkuj duar thot. Për atë arsye sot unë kam vendosur që Gjerit me i çu patlıcan me salcë kosi. Një recetë shumë interesante edhe shumë e shijshme që ju pëlqen të gjithëve. Ta bojmë bashk. Unë më herët veç i kam marinu në krip patlıcanin e zi, për shkak se ndonjëherë din me qenë pak më i hidhur edhe ja hek atë idhtësin kripa, po për me po edhe jo qenë këtë mënyrë, veç i vendoset për mbi edhe lihet gjysëm ore ashtu, edhe ja hek edhe lagështin edhe idhtësin. Pritet në radhë si që po e shini, nuk ka ndonjë filozofi të madhe, edhe veç vendoset për fërgim. Atëherë të dashur miq, patlıcani veç është fërgu, është përzi mirë, une e kam fërgu gjatë. Këtu kam ajk kosi edhe kam kas. Tash, kom e pas këtu edhe kripën e uroni, cilën dani mundeni me përdor, ndaqit aura, që është kripi malaje, ndaqit këta tjetrën salsë që shkruan, është krip deti, të dyjat janë perfekt. Po i hedhi edhe majdanoz, edhe pluhur hudhre. Pluhur hudhre se nuk më kish met hudhër mu këto, për ndryshe pritet në rrath hudhra edhe qitet. Po, me disa raste, ma shumë pëlqen pluhuri i hudhrës, për shkak se nuk e nin ashtu kërc të bo kur e përtyp. Edhe është që kaq e thjesht. Që kështu përzihen, ideale është masi të e përgadisni këtë salcë, me qëndru në frigorifer, paktën edhe për gjysëm ore, për shkak se hudhra e liron aromën e vet, patlıcani e liron aromën e vet, edhe krejt veç bohet ma e mirë. Sipër, për bukuri edhe për pak ma shumë shije, vaj ullire, edhe pak majdanoz kështu. E unë për ju thomë kolegëve të mi, mos guxoni me prek se këtë recet direkt të Gjeri kom e qu, e ne shihemi prap. Miru pafshim.